Të dielën Kuksi do të festojë për herë të parë titullin kampion. Drejtuesit e klubit verilindur kanë planifikuar gjithçka në detaje sa i përket festës që do të organizohet në Kukës për titullin e parë. Vetëm 24 orë pasi skuadra të ngri lart trofeun në Gjirokastër në festën që organizohet nga Federata Shqiptare e Futbollit. Sa i përket festimeve në qytet, është menduar që gjithçka të jetë madhështore, shumë më tepër se një vit më parë kur skuadra mori Kupën e Shqipërisë. Presidenti Gjitsi ka dërguar ftesë të gjithë presidentëve të skuadrave të tjera për t'i bërë dhe ata të pjesë të festimeve, duke dashur të nisë dhe një traditë të re ku në përfundim të sezonit pavarësisht polemikave të fushës, të gjithë duhet të sheshojnë mosmarrveshjet mes tyre. Për një fest sa më të përsosur është kontaktuar me një agjenci organizimi të eventeve të tilla, që do të marrë gjithçka përsipër, duke nisur që nga muzika e deri te detajet e ceremonisë, por dhe këngëtarëve apo personazheve që do ngjiten në skenë për të përshëndetur Kuksin kampion. Festa do të fillojë në orën 20 të së dielës në sheshin qendror të qytetit, ndërsa janë përgatitur dhe klipet e të gjithë protagonistëve të këtij sezoni në momentin që ata do të ngjiten në skenë. Ndërkohë që deri ditën e festës do të mësohet nëse edhe presidenti Gjitsi do të mbajë premtimin e tij që në rast të fitimit të titullit kampion do të përshkruajë me këmbë rrugën nga tuneli në Kukës.